gati 100 hektar të mbjella me shek dhe goxhiberi, por jo në një tokë si gjithë të tjerat. Shpëtim Oseko ka bërë të mundur që një tokë të kripur ta kthejë në tokë prodhuese. Pasi ka shëtitur disa vende të botës dhe eksploruar një sër profesionesh, ai ka vendosur që tashmë t'i përkushtohet bujqësisë, duke zbatuar metoda inovative për të rritur produkte bujqësore në terrene të pamundura. Në lagunën e Karavastas në Divjak, një shqiptar ka ndërmarrë një nismë, që shumë kusht tjetër nuk do të guxonte ta ndërmerrte. Në tokat e braktisura dhe të pashfrytzuara për bujqësi, si rrjedhoi nivelit të lartë të kripës, ai ka parë një mundësi të artë. Duke përdorur një metodë izraelite për shpelarjen e tokës nga kripa, ai ka arritur të kultivojë në mënyrë të suksesshme disa kultura bujqësore, ndërsa po planifikon ta zgjerojë diapazonin e tyre. Shpëtim, nga se lindi kjo nismë e jotja për të kthyer këto toka të kripura pranë Kënetës në toka prodhuese, pra pjellore? Ne jemi dy ortak, dy partner, ish sportista, edhe menduam që përveç se ne kemi kaq vite që ndërtojmë, përveç ndërtimit, çfarë mund bëjmë një gjë në Shqipëri? Dhe Shqipëria është një vend bujqësor agrar. Dhe menduam të bujqësi, por me ato ligjet e me ato që s'dua të vazhdoj të bisedë se është interesante, s'kishte tokat lira. Dhe vetëm një tokë e lirë, jo e Xano dhe jo e Ndama, ishte tokat e kripura. Më dhënë çoj tek pastaj dalin problemet e tjera, por ne e morëm fillimisht për të bërë sera hidroponi, që nuk do e përdorshim tokën. Po fati më çoi një herë, fillova të lëviz të merrem me serave të hidroponi nga Hollanda në Kanada, dhe fati më çoi në Izrael. Kur shkova në Izrael, pash një shek, ishte si pemë viti 3. E mush me lule, edhe ndrova mendje. Pyetëm ato izraelitët, erdhën ato, bëm analizë dhe thanë që bëhet sheka. Dhe kështu që destinit e fati dhe fillu merrem me shekën. Si keni bërë pastrimin e tokës nga kripa dhe keni krijuar këto kushtet e përshtatshme për të kultivuar të mira të tilla bujqësore? Kjo është teknologji që po ta shikosh kështu është me kurrize, baulo, beci i thon, ngrihet nga toka 40 deri në 70 cm dhe ka një moshamat sipër. Po ta shikosh ka një moshamat të bardhë dhe të zezë me dy faqe. Kjo e bardha shton dritën, shton fotosintezën, shton lulet, pra shton frutat më shumë. E zeza kur vaditet toka në fertilizimi, nga dielli do ta vulloj, nuk ka lënë mushamaja e zezë dhe kthehet në ujë të kondensuar dhe lahet me kripa. Pra me që është e ngritur lart 80 cm, edhe uji rrjedh poshtë. Kështu që lahet kripa. Toka nuk shkriposet fare. Por për momentin me këtë formë, teknologji lahet nga uji kondensuar dhe kjo ishte teknologjia dhe po ta shikosh produktin në fermë është i konsiderueshëm dhe sheka e shëritur. Pra, kështu e bëni shkriposje totale, nuk mund të themi, po ulje të përqendrimit të kripës. Dhe për produktet sezonale, si që janë perime, si që janë foragjiere dhe gjithë, është një mrekulli. Mund të mbillen sepse edhe shija është ndryshe. Këtu duke qenë që ka qenë Kënet, frutat kanë 27 lloje kripurash, se ka qenë Kënet. Nuk ka shumë rendiment, po cilësia është. Kur kam qenë në Kanada, më ka thënë njëri aty që merresh me shek, kam 30 vjet që shes e blej shek, s'kam ngrënë herë shek si kjo. Ktu në fakt ishte edhe lëngu i shekut që provuam pak më parë, ndonjëherë nuk e di me thënë të drejtën, s'kam pirë një lëng të tillë sheke. Kur bëra lëng sheke për herë të parë, më tha gruaja partnerit, shokut tim, ti pse ke usë sheqer, mo ne jemi me diabet, kujdesi që usë sheqer. Sepse a e kishte pak atë shije në anë, po edhe të ëmbëlën e sheka del me Brexin, apo sheqeri po e quajmë, 13 në treg. Tek ne shko si rrushi 17, 18, 19 Brexit. Aq shumë është e ëmbël. Përqendrimi i kripës në ujin e nxjerrë nga një tokë e ngopur përcakton kripësinë e kësaj toke. Nëse ky ujë përmban më pak se 3 gram krip për litër, toka nuk është e kripur. Nëse përqendrimi i kripës së ekstraktit të ngopjes përmban më shumë se 12 gram për litër, toka cilësohet se është shumë e kripur. Sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit,
Lagunat Nart, Karavastan dhe Putrint, të cilat kanë komunikim me detin, janë habitatet me kripshmërinë më të lartë në Shqipëri. Shumica e kulturave nuk rriten në toka që përmbajnë kripëra. Një arsye është se kripa shkakton një ulje të shkallës dhe sasisë së ujit që rrënjët e bimëve mund të marrin nga toka. Gjithashtu, disa kripëra janë toksike për bimët kur gjenden të pranishme në përqendrim të lartë. Bimë të caktuara janë më tolerante ndaj një përqendrimi të lartë kripe se sa të tjerat. Kulturat shumë tolerante mund të përballojnë një përqendrim kripe të ekstraktit të ngopjes deri në 10 gram për litër. Kulturat mesatarisht tolerante mund të përballojnë përqendrimin e kripës deri në 5 gram për litër, ndërsa kufiri i grupit të ndjeshëm është rreth 2.5 gram për litër. Tokat e shumta në botë janë natyrshëm të kripura ose janë bërë të kripura, për shkak të praktikave të papërshtatshme të ujitjes. Rritja e korrave në shumë prej tyre është e dobët. Megjithatë, produktiviteti i tyre mund të përmirësohet në disa mënyra. Por çfarë të mirash bujqësore mund të mbillen në toka të tilla? Frutat që lulëzojnë edhe në toka të kripura janë fiku, shega, ullinjt, ndërsa perimet me një tolerancë të lartë ndaj kripës janë panxhari, specat, brokoli, lakra, spinaçi dhe domatja. Nga këto, për momentin shpëtimi ka vendosur të mbjellë vetëm sheg izraelite, Ako dhe Wonderful, si dhe pak goji berry, një frut ky që ka nisur të kultivohet edhe nga disa fermerë të tjerë në Shqipëri. Këtu janë mbjellur 100 hektar. 80 hektar janë sheg. Shega ka 2 varete. Ako, që është shega e hershme, që vjen nga fundi i gushtit, dhe Wonderful, që është në kohën e normale i vendit se nga fundi i tetorit. Kemi mbjellur nektarinë, pjeshka, kemi mbjellur fiq, hide, ulli, për t'i bërë provë se kush do rezistoj, kush është më produktive, si janë në raport me terrenin, me vendin, me gjitha, me tokën, afër detit e gjitha gjëra. Pra kemi të mbjellur 100 hektar. Pra këto janë pemët që rezistojnë më shumë ndaj kripës. Shega, tjetër? Shega, fiku dhe ulliri. Edhe ulliri. Por vendi me tamam është i ullirit. I ullirit. Po planifikoni që të mbjellni ullim? Po planifikojmë të mbjellim vitin që vjen 250 hektar ulli. Kanë ardhur grupet nga Spanja, kemi bërë analiza, kemi bërë dhe kemi përfundu një konkluzion që të mbjellim ullirin. Po këto varietetet të shegës që përmendët ju, janë izraelite? Ne edhe fidanet e kemi marrë në Izrael. Të gjitha janë, edhe fertilizimin e ka bërë në Tafimi, grupi izraelit, të gjitha e kemi bërë me Izraelin. Sa prodhoni zakonisht? Shoqëria prodhon rreth 1000 ton sheg, plus minus në varësit klimës, ndodhjeve që por të 1000 ton. Këto i shisni në tregun vendas, apo edhe në tregun e huaj, pra eksportoni? 70-80% shkon eksport. Eksport. Rreth 20% ngel për Shqipëri, pastaj për të shegët që plasin që ashtu që bëjmë dhe lëngje që shesim dhe lëngë në shegës. Lëngun e shegës pastaj e shisni në Shqipëri apo dhe ato eksportoni? Jo, vetëm Shqipëri. Në cilat vende eksportoni kryesisht? Po 70% e produktit tonë shkon në Londër. Dërgojmë në Itali, në përmet Lidlit edhe në vende tjera të Evropës. Po pjesa më e madhe shkon në Londër. Aktualisht, mungesa e fuqisë punëtore është një nga problemet më të mëdha me të cilat po përballen sipërmarrjet shqiptare. Shpëtimi është ndeshur gjithashtu me këtë vështirësi, pasi një pjesë e mirë e prodhimit të tij mbetet pa vjelur për shkak se të rinjt në atë zonë janë larguar, ndërsa kanë mbetur më së shumti mosha e tretë. Por çfarë zgjidhje kërkon ai? Po përse për këtë vjeljes, ju tha që njëri varietet mund të vitet në fund të them se çfarë drama më ndodhi vjet. 30 hektar nuk arrita t'i vjell. Po pse? Qapla, s'kisha punëtor. S'ka punëtor. Dhe si mjet, në vjelljen e parë të shegës së hershme Akos, që është 15 hektar, unë kisha vetëm 8 gra të moshuara. 8 plaka. Edhe nuk arrita, nga se shega, në gjithë të mira që ka një veçori ditën që piqet, nuk piqet nuk vilet
para pjekjes, sepse mungon lëngu, shija. Merë shijen e jëre, për shethat. Duhet, fillon kjo rrumullakoset, kur sheka rrumullakoset, piqet duhet vjerë. Sheka ditën që piqet, për 3-4 ditë, po se vole qahet. Sepse rritën trupët nga brenda, është frut me shumë trupa, dhe qahet këmisha, dhe qahet. Kështu që edhe tani, 50% mund qahet të akos. Këtë mungesën e kraut të punës, jeni përpjekur që ta zëvendësoni për shembull me punëtor të huaj? Është e pamundur, sidomos me punëtor nga Bangladeshi, sa që më vjen trup të them që edhe emrin s'dua ta dëgjoj më. Se investova 2 herë nga 25 veta dhe më shpejt mi hikën se sa erdhën. E të mërshme. Unë kështu që nuk po ndot. Këtu më s'ka, ky është problemi. Të shikojmë, kam bërë një bised me rektorin në Universitetit të Bujqësisë, të shohim mos rregulloj me studentët. Nëse do ke mundësi. Po dhe atë gjithë student. Student për të punuar ose paktën në sezonin e vjeljes. Po, në sezonin e vjeljes ta qymë edhe praktika ti shpërblej. Po, shumë mirë. Kjo do ishte një zgjedhje. Unë kam thënë ka kohë. Edhe vite tjera, unë ngretën studentët që kërkoshin lekë nga qeveria. Dhe hajde punojnë 2 herë në javë, unë t'u jap 100 euro. Është një poet turke, Nesin Tasin, ka një poezi për të lotë të rrjedh lumë, por që do se kur që ajune gjithë bota është në gjumë. Shifet ashtë kërë shega. Për të thënë vlerat e shegës, është i vetmi frut që ka kriju natyra që është me kurorë. Ka nevojë të pyesësh më thonë, miqtë e mi Izraelit, për vlerat. Jo shoh të oksidanti është kështu, por është frut me kurorë, nuk e ka kriju Perëndia kot me kurorë. Frut mbretëror është. Po gjuna. Izraeli është një nga shtetet pionere të zhvillimit të teknologjive moderne për pastrimin e tokës nga kripa. Përdorimi i kësaj metode i ka siguruar atij prodhim të konsiderueshëm dhe cilësor të shegëve, duke i mundësuar gjithashtu edhe eksportin jashtë vendit. Metoda e përdorur është një kombinim i teknologjisë së shtretërve të pastrimit diellor të kripës dhe sistemeve të shpëlarjes pasive. Një mbulesë bllokon nxehtësinë diellore duke bërë që uji të avullojë. Avulli kondensohet në sipërfaqen më të ftohtë të mbulesës edhe mblidhet si uji i freskët. Ky proces mund të ndihmojë në largimin e kripërave për poshtë. Besoj si është dashur goxha investim si në kohë ashtu dhe energji dhe në para për të realizuar mbjelljen e gjithë këtyre plantacioneve. Të them vetëm një test. Që pak komedin duhet, se thonë që kulmi i tragjedisë vjen ke komedia. Këtu janë pru 800 trajle aple. Merre me mend tash se sa energji dhe çfarë është bërë. 800 trajler aple. Lërë pasaj se sa mjetet, 46 mjetet, traktora, eskavatora, kamiona, gredere, shredere. Sa që kur më ka ardhur një mik, s'poja përmend emrin se është politikan, më tha ti më tha, kishe qenë kohën e partisë do ishe plani parë presion 7-5 vjeçar tha. Më vëllë një 7 dha e bokë që ke boti. Shifse du makina, gjëra, qërë energjie. Po, kretë kollajsë është asgjë. Po, normalisht. Po që është për të ardhur keq më thonë të drejtën, kur keni bërë gjithë këtë investim, edhe në fund të ditës nuk gjeni krah pune për të vjelur një pjesë të këtij investimi. Se ka dhe një të keqe shega, në çdo lloj industrializimi që është bërë bujqësisë, do prehet me dorë me gëshër. Nuk është si ulliri që vilet me aspirator, me thithje, me traktor të ndryshëm, apo korrje me autokombajna e forma të ndryshme të industrinë bujqësisë. Shega dohet pre me dorë, që i do njerëzit pa tjetër. Kur po bisedonim pak më parë bashkë, ju më thatë se përveç ullinëve të cilët planifikoni të mbillnit vitin e ardhshëm, po planifikoni gjithashtu të vendosni disa panele diellore. Në vërtetë është, sepse këtu toka është me bonitetin që pranohet ligjërisht, është 90, por është dhe një ide mbi shegët, për t'i mbrojtur shegët. Unë kam përdorë dhe si për ta kthyer në formë sere për ta mbrojtur nga ngofja globale apo nga periudha që mund të bëjë breshër e ftohtë periudhën e lulëzimit
ka e plenimit, por dhe gjatë këtu me ngrohjen globale dhe me që është dhe afër detit, këtu shega qahet nga temperatura. Kështu që motivojmë panelet sipër për ta shërbysi mbrojtësi për t'i bërë hije. Po të shikojmë, jemi në ato linjë, kemi filluar. Kush është Shpëtim Oseku? Filloj me 8 vjeçaren me violinë të Shkolla Kongresit Përmetit, 8 vjet violinë, pastaj sportist, atlet udhështize, sportist i klubit Partizani, pastaj i Shtatë Nëndorit, emigron, kthehet në Shqipëri shumë shpejt, se nuk i pëlqeu as qielli i botës, i pëlqen të Shqipërisë. Pastaj fillon me biznesën elektronikën, shtëpiake, 25 vjet firmë ndërtimi bashkë me partnerin e tij, po sportist i Ilir Trepicka, dhe viti 9 që u kthy në bujqësi të në fatet të ndryshme të jetës. Po në asnjë nga fushat them pishmam se kalova të ajo fushë. Njëra ishte më e bukur se tjetra. Ajo bujqësia shumë e bukur se përveç lodhjeve, peripecive, pamundësive, por është me qenën e gjallë. Pema që në gjallë, unë i them partnerëve izraelit, se do ditën si e bërë kështu, si e bërë kështu, i them që unë kam mësu gjuhën e pembe, edhe ne flasim së bashku. Pas procesit të vjeljes, shegët seleksionohen, një pjesë për të shitur në formën e tyre origjinale si kokër e plot, disa në paketime me fara të vogla nga bërthama, ka nga ato që shtrydhen për të tregtuar në tregun vendas si lëng, ose membrana e tyre thahet për çaj, pra asnjë pjesë e frutit nuk shkon dëm. Këtu zhvillohet procesi i seleksionimit. Pra, kjo është salla e përpunimit të shegës fresës, që do thotë këtu seleksionohet, paketohet, amballazhohet, bëhet gati për eksport. Si bëhet seleksionimi i shegës? Të gjitha janë punë manuale, me dorë. Janë punëtorët që seleksionojnë nxjerrin të çarat, cilësinë e dytë dhe cilësinë e parë veç. Pastaj është makineria që prodhon lëngun nga shega që nuk shkon në eksport, nuk shkon në treg se është me shenja apo e çare kështu, edhe bëhet lëngu. Lëngu kryesisht është me porosi o i pasterizuar ose ashtu lëng i shtërdor që ruhet në frigorifer dhe i çohet konsumatorit direkt në shtëpi. Pasi vilet shega vjen këtu fillimisht bëhet seleksionimi apo kalon në doma frigoriferike? Jo, vjen këtu nga ferma, direkt këtu. Peshohet, seleksionohet, ndahet në 3 cilësi, pastaj ruhet në frigorifer. Dhe pastaj bëhet paketimi? Po, paketimi bëhet në periudhën kur ka kërkesat për treg. Paketimi të ndryshme të eksportit edhe për në vend. Kur ka qenë hera fundi që keni eksportuar? Me 25 gusht. Shpëtim, këtu zhvillohet procesi i shtrydhjes? Jo, kjo është makineria që zhvesh shegën, nxjerr idhet shega këtu, këtu dalin kokrat e shegës, bërthamat e shegës, dhe këtu del lëkura e shegës, kjo zhvesh shegën. Pastaj kokrat, ka 2 mënyra, ose i paketoj me kutia plastike 100 gramshe dhe shkon në supermarkete, se sot kanë filluar njerëzit përtojnë ta çajin, bëjnë pis në zyrë, në shtëpi, dhe ka hyrë në treg kokrat e shegës, bërthamat, jo fruti, edhe këtu dhe lëkura. Lëkurën tash e fusim në furrat, e thajmë, e blujmë, e paketojmë dhe linja dhe shitet për çaj për shegë. Pra keni disa mënyra se si e transformoni ju shegën, në lëng, edhe në kokra, po gjithashtu edhe... Edhe çaj. Po, edhe çaj. Që është shumë i kërkuar, se është një... Thonë që kam shumë vlera lëkura sa vetë shega. Po. Nga këto mënyra, ajo e çajit është më kërkuar, apo jo? Apo pjesa e shegës brutë? Forma ndryshme. Në Europë kërkojnë shumë çajin. Këtu në Shqipëri tash ka filluar të njihet çaji shegës. Po pjesa e lëngut, ku paketohet? Pastaj kokrat që nuk shiten, i fusim në një makineri tjetër, shtrydhen edhe mbushen shishet plastike. Me porosi, i dërgojmë në për adresa, familja apo në zyrë ku e du.
Kjo janë dhomat frigorifike, janë 2 dhoma frigorifike që kanë një kapacitet 200 ton për dhomë frigorifike. Këtu ruhet shega. Shega ruhet në temperaturë 5 deri në 10 gradë. Në këtë pjesë këtu kemi ato sheg të cilat kanë qenë le të themi të qara dhe që nuk qohen për eksport. Jo, të 2 shegat këtu. Kush konsumon më shpejt, del në konsumion, kush del kjo që do bëhet lëng, del ajo e seleksionuar që do shitet gjithë. Po këtu futen për të ruajtur. Okej. Kush ka fatin t'i shpejt, ikën që këtu.